dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pushosh Shqiptarçe. Ne kemi udhëtuar edhe në javët e kaluara dhe jemi ndalur në 5 zona të cilat ne mund t'ju rikthehemi në veriun e Shqipërisë dhe ka qenë një sugjerim shumë i mirë. Edhe sugjerimi nuk lidhet vetëm me bukuritë natyrore, pasi ato janë të pazëvendësueshme dhe këtë e dim të gjithë, por dhe kur i shikon disa herë, gjithmonë mund të kërkojmë vende të reja, por nganjëherë duhet të rikthehemi në disa vende sepse ne takojmë njerëz shumë interesant. Janë historitë, gojdhonat, por mësojmë edhe mënyrën e funksionimit të turizmit në këto pika turistike dhe shpresojmë t'ju kemi kënaqur në transmetimin e javëve më përpara. Por çfarë do të transmetojmë kësaj radhe? Ne do të kemi mundësi të risillim në emisionin Pushosh Shqiptarçe sugjerime të reja, të cilat janë fiksuar për më shumë se një dekadë në transmetimet e emisionit Pushosh Shqiptarçe dhe zgjedhin pikërisht ato momentet pikante ku këto personazhe sillin risitë e tyre, historitë e tyre, i dëgjojmë sërish, disa edhe mund të kenë kaluar pa i ndjekur në kohën që janë transmetuar. Por është bukur, është këndshëm t'ju rikthehemi këtyre vendeve dhe të takojmë këta njerëz kaq të dashur dhe të mirë, këta shqiptarë të rritur me tradita. Ndjekim materialin dhe do të rikthehemi më pas për të bërë dhe mbylljen e emisionit. Një destinacion mjaft interesant tek i cili mund të shkoni është Kalaja e Prezës. Ndodhet në segmentin rrugor mes aeroportit të Rinasit dhe Durrësit. E gjeni lehtë pasi edhe tabelat ju orientojnë drejt saj. Me bindje do thonim se është vendi ideal për të shkuar në këtë sinë. Fluksi vizitorëve për momentin është i ulët dhe aromat e kundërmimit të luleve këtu të dehin totalisht, pa llogaritur peizazhi mahnitës për të cilit nuk shkulesh dot. Kalaja e Prezës është ndërtuar mbi një shkëmb i cili zgjatet duke ulur në drejtim të jugut. Ana juglindore e kalas është e mbrojtur nga vetë terreni, kurse ana perëndimore përbën një territor të sheshtë, prandaj dhe fortifikimi është përqendruar pikërisht në këtë pjesë. Kalaja ka planimetri 4 këndore me brinjë 80 dhe 50 metra. Ajo përforcohet në përqoshe me 4 kulla që kanë planimetri rrethore. Në murin perëndimor të përforcuar, më tepër sistemin fortifikues të kalas, pasi kjo pjesë është më ekspozuar dhe më pak e mbrojtur ndaj sulmeve, si dhe ka një largësi të konsiderueshme midis kullave. Është ndërtuar një kull 4 këndshe e dal nga muri. Në faqen jugore është ndërtuar një kull tjetër 4 këndshe për të mbrojtur hyrjen e vetme të kalas. Kjo kull përforcohet dhe nga obori që ndodhet në përbërje të saj. Në Kala kemi 4 faza të ndryshme ndërtimi. Periudha e parë lidhet me fortifikimin e kalas, e dyta lidhet me rindërtimin e mureve rrethuese, e treta ka të bëjë me ndërtimet që janë bërë brenda mureve rrethuese, kurse faza e katërt lidhet me ndërtimin e një kulle sahati që nuk ka të bëjë me sistemin fortifikues, por i përket një periudhe të mëvonshme. Periudhës së parë i përkasin vetëm muret rrethuese, të cilat ruhen në lartësi të ndryshme. Për maset e vogla të saj, si dhe i qëndrueshmëria jo shumë e madhe e mureve rrethuese, e klasifikojnë këtë kala si një objekt që ka shërbyer për vëzhgimin e rrugëve të rëndësishme ekonomike dhe ushtarake, që kalonin poshtë saj, në përfushën e Tiranës. Ndihmesën e parë, për sa i përket datimit të saj, na jep Marin Baleti. Në pjesën ku bën fjalë për ardhjen e ushtrisë turke dhe rrethimin e Krujës, ai përmend fushën e Tiranës, që vendos midis qytetit të Krujës dhe qytetës së Parthinëve. Më poshtë ai thotë se kjo qytetës quhej me emrin Prezë dhe ishte kthyer në një gërmadh. Ky përcaktim i fushës së Tiranës i bërë nga Marin Baleti, duke se është mjaft i saktë dhe nuk lë vend për dyshime.
Preza përmendet sërish më vonë në një relacion anonim të vitit 1570. Ky relacion bën fjalë për rindërtimin që ishte bërë kalas nga turqit. Problemi i datimit të kalas ka qenë mjaft i vështirë. Mi po përmendje e saj në një gjendje të mjerueshme nga baleti tregon se ajo duhet të jetë ndërtuar pa rrethimeve të krujës nga turqit. Kjo e klasifikon informacionin e relacionit anonim të vitit 1570 si jo të saktë. Pra, siç e përmendëm më sipër, ajo në vitin 1466 sipas baletit ishte kthyer në një gërmadh. Që të arrinte këtë gjendje të shkatërimit, ajo duhet të jetë braktisur shumë kohë më parë, pra që në fillim të luftrave të Skënderbeut. Arsye e braktisjes së saj mund të ketë qenë pa aftësia për t'i rezistuar luftimeve dhe rrethimeve të gjata. Si kohë e mundshme e ndërtimit të prezës mund të ketë qenë fillimi i shekullit të 15 nga Principata e Topijasve, e cila ishte zotëruese e kësaj zone. Albanologu dhe eksploratori Hang, kur kaloi në këtë zonë, e përshkroi. Vetë kështjella ndodhet në majën më të lartë të vargut kodrinor, që shtrihet ndërmjet këtyre dy luginave. Pjesa e këtij vargu kodrinor, që takohet fillimisht në këtë maj, quhet Varosh dhe thuhet se këtu të ketë qenë vendosur qyteti në kohët e lashta. Sipas autorit Papajani, kjo kala është braktisur në kohën e Gjon Kasriotit dhe më vonë nuk u rindërtua më. Pas pushtimit të krujës nga osmanët, aty u bën disa rindërtime si dhe u ndërtua një objekt kulti. E nëse dham informacione të vyera historike, mos harroni edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Këtu gatimet janë tradicionale dhe me një shije të jashtëzakonshme. Më kryesorja, çmimet janë tepër të ulta krahasuar me restorantet që hapen në vende të tilla turistike. Vizitojeni se nuk do të zgënjeheni. Mund të bëjmë distanca të mëdha me makinë, të ngecim në trafik apo të tejkalojmë shpejtësi në autostradë. Por është tjetër gjë ta marrësh kënaqësi nga lundrimet drejt destinacioneve ku së paku trafik nuk do të kesh. Ajër të ndotur nuk do të thithësh dhe do të jesh me fat që teksa u thon një mjeshtri çiftelisë dhe këngës folklorike të dhuroj një kënaqësi të jashtëzakonshme. Ku verova me qobajneshe u forte një bakun se kam zjete ka shku e nuse o ka e sa vjete Eksploratorët e sprovuar me lundrimin në liçenet e Shqipërisë me siguri e kanë kuptuar se ndodhemi në liçenin e Vaudejës. Një paraq se vërtet gjithë peizazhi shoqërues. Duhet mos një lok të vene, po i zhvillu edhe familjarisht, edhe për turistët e venit, edhe për turistët e jashtë këtij venit që janë rritë mbi tonë jashtë, ta shohin, mos ta harrojnë traditat tona. Nëse ka një ngopje të dëshirës për të shkuar në Koman dhe vizitorët presin sugjerime të reja për aventurat e tyre të radhës, ne vazhdojmë të këmbgullim se liçeni i Vaudejës mbetet një vend ideal për atë që të ofron. Lehtësisht i aksesueshëm përmes varkave të cilat mund të çojnë në një mori vendesh, të cilat as nuk i kishe imagjinuar se ekzistonin dhe që ishin kaq të bukura.
Liçeni Vaudejës është i pari liçen artificial që është ndërtuar në Lumindrin në vitin 1971 dhe ka një sipërfaqe prej 24.7 km². Është një resurs turistik shumë pak i njohur, por vitet e fundit është kthyer në një destinacion mjaft të preferuar për ata që adhurojnë natyrën dhe duan të eksplorojnë bukuritë e saj të pafundme. Sipërfaqja e liçenit e rrethuar nga kurora e gjelbërt e pishave, teksa kalon mes zonave malore, të ofron një peizazh mjaft tërheqës dhe relaksues. Në liçenin e Vaudejësit mund të bësh një alternim të mirë mes banjove në ujërat e ëmbla dhe eksplorimit të natyrës. Në të rriten lloje peshqish si trofta, ballgjëri, krapi e të tjerë. Me nisje nga fshati Ragam në njësinë administrative Gurizi, Bashkia Shkodër, ju mund të mbërrini pikërisht te ky vend. Quhet Mrekullia e Drinit dhe është kampingu më i ri i ngritur në këtë anë. Teleshikuesi duhet ta kenë të qartë se teksa nisen nga Ragami në krahun tuaj të majt ke shllakun, i cili vitet e fundit i kaloi Bashkisë së Vaudejës. Dikur këtu kalonte Lumindrin dhe relievi kishte tjetër pamje, florë dhe faunë. Por me ndërtimin e hidrocentralit të Vaudejës, ndërtimi i digës, grumbullimi i ujrave, sollën tjetër peizazh këtu. Gjithmonë mas një pjesit vjen një e mirë. Edhe ka menu, edhe perënia për këtë zonë. Ka ma një vend, një pamje piktoreske, turistike, një mrekulli të veçantë. Jo veç për zonën e shllakut, po për të ja fillu për në Vaudejës e të marru deri ku janë 3 hidrocentralet. I përralli. Shllaku i ka rrojt në Bregdenit. Këti Bregdenit qysh nga Vaudejësi deri në fund të Malishmonit e deri në Lom Shalës, përthoj komplet këtë zonë i ka rrojt në Bregdenit, por për në Bregdenit i rrojt degët e majt i ka në majt sëkollet i ku është bjeshka me bukur që mund të kenë malet e Malësisë. Nëse doni të dini se cili fshat i shllakut e kap këtë vend që na bëri të ndihemi si zbuluesit e parë të një vendi parajs, po ju themi se jemi në fshatin Kroni Mall, qendra të cilit ndodhet 4 apo 5 kilometra më sipër. Sa më bukur a di se është i rrasa ti nek, me kur të këshitu sipër. Edhe 3 herë sa kja. Shkrepi, i lamë. Edhe pse të dhënat për këtë fshat mungojnë, ne po sillim disa imazhe të këtij fshati të filmuara nga kameramani Marki Gjeka, i cili prej vitesh nuk ndale së promovuari vendlinjen e tij. Me fshatrave të shumt, të cilët ai ka filmuar dhe dokumentuar në rrjetet sociale në siglën Krahina e Shllakut, gjejmë dhe Kronin e Madh. Sot është lise, se digura ka ndrinë në lëvizje të lirë, edhe ka pas shtëpia këtu poshtë nesh. Se kanë jeton njëz sa dush, plus atë këti malit për pjedenë cukal. Plus këtu në zhanët bukra, për mu ka dhe knësi tjede se me dalë shlak, zhej nërë, zhej mikpritje, zhej lezet, knësi, shpirtnore, buzësjeshje, zhej dhe njës të mrekullushëm, se kanë jetu e gjithmonë këtë zona, edhe me fukradak, po të kanë pritit, kanë qitë as bukur sa kish ku i knashën, edhe jo mrapa që ka shkue rruga, puna, jeta marë, kur ki hëngri bukur në shlak, ka ki e bajnë e në shlak. Flitet se nisur edhe nga emri ka pasur kroje shumë në këtë zonë. Vetë gjelbërimi është një dëshmi e kësaj. Dhe jo vetëm gjelbërim, nga sra toke pjellore, por thuhet se nëse eksploron Kronin e Madh, ashtu siç duhet, do të përballesh me shpellat e shumta, identifikimi të cilave ende nuk është bërë as sot, për të përfshirë në një gujë turistike që do të tundonte speleologët apo aventurierët e kërkimeve në zemrën e tokës. Unë kam leje më rritë në dëshmën,
për gjysë në jetës pëthuj se kam bërë në shlak. Edhe sa herë më nepet mundësia, a në fest, a në lëvizjet të rasteve, më bëtë zemër mërë kur shok të vene, kur del në shlak, se dhe mësë kur del në shlak në këtë zona, për arsye se kam bërë jetën më të mirë në këtë vene, jetën e rinis, edhe kam kënaqësi kur shoj zonat bukura në këtë zona. Dikur fshati Kroni Madh thuhet se ka pasur mbi 100 shtëpi, por sot kanë mbetur vetëm 15 familje edhe gjatë dimrit. Në verë dalin pothuajse të gjithë. Banorët e shlakut i kanë lidhje tepër të forta me vendin e tyre. Edhe pse për shkak të mungesës së infrastrukturës apo dhe kushteve bazike për të jetuar këtu, janë detyruar ta ndërtojnë jetën e tyre diku tjetër, kthehen sidomos gjatë stinës së verës. Një pjesë vinë dhe më herët, janë tejet punëtor dhe shfrytëzojnë resurset që t'i jep vendi. Dhe ne do të sjellim një intervistë marrë pak kohë më parë të një banori punëtor nga Kroni Madh, Mark Lisi, ja si e rrëfen ai historinë e jetës së tij. Një se ardhe herë në fshatin tonë. Ti për shef për shembull punë tona, fshati jonë, me thënë drejtën, është vend prodhues, por ne na mungon ujë. Për tjetër, për shembull, është rruga makinës, se për drita nuk vujmë ne, po elektricist nuk kena në këtë zonë, veç që bojmë vetë me forcat tona. Për punën e vnesh, për shembull, që për shefti vetë, është një vend prodhues ky vendi jonë, por dën punë, dën mirëmbajtje, dën nime edhe nga shteti, për sa do pak që i përket zonës. Nuk jetoj këtu, po dal për shembull se kam shtëpinë këtu. E dale punoj për shembull një muj verë, aku të ndi një të vneshta, një të gjana si shef, si i kam mirëmbajt, sa do pak kam mirëmbajt, por nuk jetoj këto. Jetoj me shtëpinë në Shkodër, po vendin e kam me shtëpinë këto. Diqa për shtëpinë, për shembull shtëpinë e kam ba, e kam rregullu, se shtëpia ka kene bame, po e kam rregullu, e kam riparu, e kam vu solet nga që ka kene mlume me qati i, e kam prish, e kam mlu me solet. O dhe si që shefti sot është. O dhe ndje kam savatu e gjana, për me dalë me ne i muja dy për shefi këto. Ju bëj thirit të gjithë të rivet, ku dhe që janë, si fshatin e vetë mos të harrojnë, edhe dalin e të shovin sa të kenë mundësi. Sa të kenë mundësi me punu, sa dhe pak. Mos të harrojnë vendin e vetë. Kjo dhe lukë është, mirë se të prunë i Zotë. Në gëzuar sakë, edhe nga jeta mirë se ardhe në zonë tonë, pas pas në varë, e Zotit a përifmore mirë dhe në jetën.
Ne do të rikthehemi pikërisht te vendi që u bë dhe destinacioni ynë në këtë udhtim, kampingu Mrekullia e Drinit. Përsërisim për të gjithë teleshikuesit që për të ardhur deri këtu janë 3 mundësi. Njëri është nga fshati Kroni Madh, por relevi është i vështirë duke ndjekur kalimin toksor dhe nuk do t'u sugjeronin për ata që nuk duan ndalesa edhe në shpellat e fshatit Kroni Madh. Varianti tjetër është nga Ragami, me lundrim dhe ky është më i përshtatshëm, nuk zgjat më shumë se 45 minuta me varg. Por është edhe një variant i tretë duke u drejtuar në kilometrin e parë për në Koman, rruga automobilistike, dhe pasaj me një varg afrohesh për pak minuta te ky vendi këtu përballë. Ndodhemi në një kamping të ngritur nga vëllezërit Qarri, të cilët banojnë aktualisht në Shkodër, por kanë vendosur të ndërtojnë këtë vend kaq të bukur në vendin e të parëve. Investimet të tilla zakonisht nxiten tek personat që emocionalisht janë rritur me dashurinë për vendin e tyre të origjinës. Të ata shohin të parën, para se investimi të kthehej fitimprurës. Që në çastet e para merr një ndjesi pozitive nga ky vend. Këto në zonën e Shllakut, Kronit Madh. Me këtë dal në Alill, kujtoj fëminin e dikushme, se i to kam le, kena pas shpinë, po ka zanë hidrocentrale, a ka ndrini, e ka zanë hidrocentrale, që është banë vite 70, kena dalë tena, dalim ka i herë kujtojmë vitet e fëminisë. Më në fund një vend larg botës, metropolit, zhurmës, fluksit të madh të vizitorëve, këtu krejtësisht e kundërta. Përjeton narratisjen më të madhe që mund të kesh bërë ndonjëherë teksa eksploron natyrën. Është shumë e nevojshme dhe e rëndësishme njëherësh të shohin syt diçka të re, një vend që nuk e ke vizituar asnjëherë dhe që të ngjall kurreshtje. Po mund të bëjmë plazh, ka vende turistike, gjana të bukura me pa. Është rruga makinës, deri në Koman, aty përhapen masanena me luna, është anija male, nga vau desi, me luna, me gjana, motorskafa. Gjëja e parë që provon tek sa mbërrin këtu është ndjesia se do të dashurohesh menjëherë me këtë vend. Të zotët e kampingut kanë bërë diçka thjeshtë dhe funksionale, pa derdhur beton këtu dhe tjetërsuar vendin. Ata kanë vendosur gjëra të vogla duke e ruajtur harmoninë me natyrën. Ata në fillim e konsideronin një vend ku mund të mblidheshin me familjet e tyre në verë, sidomos në kohën kur vinin emigrantët. Por më tej, lindi dhe ideja se përse të mos e shfrytëzonin edhe për të siguruar të ardhura, pasi vizitorët janë të etur për të zbuluar vende të reja. Për momentin në plazh familjar, vim me familje, me njerëzit tonë të afërt, kalojmë, bëjmë në i grilljat, për çështjen me kalimin e kohës, është edhe pse jo, është zona shumë e bukur, frekuentimi i turistave është gjithnjë në shtim. Janë njësër aktivitetesh që mund të bësh nëse zgjedh të vish te kamping Mrekullia e Drinit. Të lundrosh në ujërat e pastra, të zësh peshk, të eksplorosh natyrën apo dhe të provosh alpinizmin në shpatet afër, hiking, fotografim, studim në florës dhe faunës e të tjerë. Për aty mund të vizitosh edhe shpellën e pëllumbave, pjesë e fshatit Gegaj. Në fund të fundit, Shllaku si njësi administrative është një thesar i pafund vlerash. A knasi kur kushdo si ka kalon Shllak, kushdo si ka pi kafe Shllak, ka hëri ha bukën Shllak, a ka fjetë natën Shllak, ka shkuj knasën për atë ne si ka ba. Por ka do kosi ne në largun përgjithësi shumë edhe kena lëshu këtë zonë, kena lëshu e gjasi e pa drejt, por mbat sjefi shumë kur bat festa kështeja, kur bat një aktivitet, kur dikush rikthehet e punën, pra më duket si kur a zgjall jeta për s'dytit, kur rikthehet njerëz e punën, si është kjo personi këtu për shembull, si po më duket si kur a zgjall prap dikush janë gjallë atë mijat e këtij vendit. Edhe përshoj gjatë bukur se këtu në këtë pozicion ka lezet të vish i ditë pishi kafe, të rinjsh, bajsh i dark, i mjes dit, i neje me shok, edhe për më pëlqen kush ka punu këtu i lumët.
Dhe pasi ke kaluar një ditë të lodhshme, por teje të bukur, të provosh gatimet tradicionale që ofron kampingu, ku një pjesë të prodhimeve i siguron nga të mbjellat aty pranë. Pra, vizitori provon perimet e freskëta, por dhe peshkun e sapo zënë në liqen. Dhe kur të ka shijuar çdo gatim mjaft, shtrihesh në shezlonet pranë bregut dhe e shijon tingujt e natyrës, banjot në ujërat e pastra dhe relaksin e pafundëm që aq shumë e dëshirojmë të gjithë. Këtë pozicion do ta shohim edhe tjetër se sikur ky ka shumë vene, qoftë në nelt, qoftë brizevet, qoftë në zona që janë shumë zona të bukura, janë skutat pa, me janë zona të pa konsumuar me fjalë, janë shumë virgjinda. Edhe ka lezet kusht mundet me investu me bën një gjatë bukur, u baj thirrje edhe u lumë të u shkof marë gjithë secelit. Këta fëmijë simpatik që shihni janë nipat e këngëtarit mjaft të njohur nga Shllaku, Mark Waters. Të dy jetojnë në Itali, por gjatë verës dëshirojnë të vinë pranë gjyshit të tyre. Vijnë për të parë vendlinjen e të parëve dhe të mësojnë çiftelin. Janë të moshës rreth 12 vjeç. Jeta këtu ndryshon shumë me atën në Itali. Këtu janë të lirë të lëvizin në natyrë, të provojnë aventura të reja, të dëgjojnë histori e gojdhëna dhe të mësojnë meloditë shqiptare të luajnë në çifteli. Unë jam Almir Kola, jam prej Dushmanin. Unë jetoj në Itali, kam marrë jetoj në Shqipëri për qef me mësu dialektin e me mësu qiftelien. Herën e parë se jam njërtu pëlqen fort. Unë jam Albioni, jam prej Dushmani, kam marrë shito me jetu për 3 muaj me gjyzat njem, njena shito një shplak. Secili nga nipat ka çiftelin e tij. Këtu nuk ka nevojë për pentagrame apo nota muzikore të shkruara. Këtu mësimi merret duke e praktikuar. Janë këshillat e gjyshit, të cilat më pas përvetësohen dhe bëhen prova pa u mërzitur, sepse rezultati nuk është se vjen shpejt. Dikur djemve në kullat e lashta u mësoi çiftelia që në vogëli. Është mosha që lejon të kapen shpejt melodit dhe më pas duhet ushtruar vazhdimisht. Por kur vinë me pushime këtu, kanë gjithë kohën në dispozicion për të u lidhur pas çiftelisë dhe mësuar edhe këngët që i këndon gjyshi. Dhe pasaj kur lodhen duke mësuar, zhytën në ujërat e pastra të freskëta të drinit dhe nuk i largohen për asnjë çast gjyshit të tyre, i cili qëndron ende si një malsor i fortë duke u kujdesur për ta. Po.
kënaq hapësira që ke në dispozicion në këtë vend të bekuar. Vërtet mrekullia e Drinit, ashtu siç ka dhe emrin. E kur mendon dyndjet e vizitorëve në shezlonet buzëvijës bregdetare e sidomos zhurmat e pushuesve, lehtë e bën dallimin dhe e quan veten me fat që je këtu. Vetëm në të radhë do të dëgjosh zhurmën e lehtë të ndonjë mjeti lundrues që kaloni vetëm në këto anë dhe menja të shkon te Robinson Crusoe, me ndryshimin se këta rëtisje mund ta mbash nën kontroll dhe jo të harrohesh në një vend larg botës. Këtu ka një rrugë nga e cila vjen, por dhe kthehesh. Këtu mushkërit mbushen me ajër të pastër dhe kurora e maleve siguron që stina e verës të mos jetë as pak përvoluese. Një fladhi freskët të shoqëron edhe atëherë kur metropole digjen nga i nxehti afrikan, siç e etiketojnë her pas here. Ne lëvizim paksa me varg në brigjet pranë, pasi do marrim disa miq që dëshirojmë ta shijojmë drekën së bashku me ta. Diku më tej kemi një grumbull miq më shumë që po na presin të na bashkohen në varkën tonë. Një pjesë e prodhimeve me të cilat u përgatit dreka u morën nga ky kopsht i shëndetshëm, i cili ka fuqinë të përballojë edhe flukse më të mëdha vizitorësh. Kjo vlog Krishti, mirë se erdhë. Për një zot marë. Tjeta ju i bura. Faleminderit kusho. Tjetat të mira. Kjo theldu Krishti. Jam falë, po. Zoti unë roft e ofrif marë të njetën. E mora gjithë. Markvota, mirë se na ke ardhë këtë neje. Edhe të roj shnet plot me familjen tane dhe me kushrit e mi që janë kushrit e babës tëmë. Kusho, këtë vend kronit madhë prej shlakut duhet me e gjallëru. Për ne, për të ardhmet brezit ton, edhe për të hujt, kena vend, me i prit, me buherin e shlakut sa ma mirë. Dhe të linja marë qarrit, ka kenën këtë trull. E lindja ti? E linja ti, ka kenën një këtë vend, është rrit, është bon 4 vjeç, atëherë ka pas nevoj me u transportu, si ma shtetit që ka kenë në atë kohë. Mytja ujit, largimi. Mytja ujit ka kenë, që është rritë drini në këtë vend, dhe i ka zonë shpijat, edhe keni pas 20 deri në 30 metrë, me tëm detin e malqit ajrore, shpijat tuja ka kenë, e para Numatia, e dyta Pjetër Dheshi, e treta Jak Lazri. Preserina ka lani bukuria dhe... Ishe me ne kjo të do Krishti... Gjithmonë e jetë. Shëshë se një mjetë nga tjeta i bura. Tjeta jo të të bëf mirë. Ka gja ma lezet se me pira kje me ne kështu në këtë natyrë me bura dhe shlakut. Këshin e ru. Me shoda gjithmonë e pim bashkë, arrim bashkë, e ma shumë her tjera... Zoti trujt. E shkosh i marë, e njësha mirë për ju. Edhe na mirë për ju. ty. Tjeta i tonët. Tjeta mirë të bëf mirë. Është një dreke thjesht, mes miq të mirë që ndajnë në bashkëkujtime, traditat, por mbi të gjitha dashurinë për këtë vend. Tash unë nuk jam kaq nes për shllakun as për dyshmonin, po i kanë të përbashkët, i kanë kombëtare si mbledh njerëzit, edhe një vetin mirë gjithkush. Si ta dish ti? Atë po krijojmë prapë si mbas rrot. Do zemra.
Thret Prizreni mori Shkoder, hajde të rrim se të kam motër, me redursin e Tiranën, se da kështu e gzojnë ananën. Unë Thraspeje dhe Gjakov, i Dreni Zlape dhe Rugov, vjen Deçajni e Mitrovica, i Kaçaniku e Kamenica, vjen Gjilani e Prishtina, i Ferizaj e dhe Glina. Kështu në kalas bashku të rina. Kishë mirë dita orë shumë e dje mazgojna. Kishë mirë dita do dje mazgojna, kishë pregë curin djallë matrim se zojna. Ojna si shilidhë kur shish se ka lidhë nojna. Në qendësinë asaj parajse, me siguri tingujt e çiftëlisë mbërinë edhe tek ato parka të pakta që përshkojnë liçenin e Vaudeës, me piknisje nga Ragami e deri tek ura e Komanit. Do i konsideronim turist fatlum që kanë zgjedhur të eksplorojnë këtë pjesë të natyrës që ofron ky liçen. A nuk do të ishte një zgjedhje krejtësisht e reardhja pikërisht në këtë liçen? Me qindra vizitor torturohen në tronditjet që sjell udhëtimi për gjatë 1 orë e 30 minuta në rrugën që të çon në Koman. Ndërkohë që ata fare mirë, edhe kur nuk duan të ndërrojnë destinacion, për shembull lumin e Shalës, të provonin të vinin pikërisht këtej, lundrim në këtë liçen, i cili mbetet ende i virgjër, i pazbuluar dhe i pashfrytzuar për vendet piktoreske që ofron. Është në një hijet e manit, mu kujtu nërmen zamanit, meja kjojt halët të t'nisonit, meja kja halin e pak, ke shiri e u bojna plak. Jam ba plak si thon mahi, e njoh vetin e djallë të ri, flok të kresi korbizi, vesh cigare për meni, e u kam të shpejta ku të dush me hi. Zjarri në kamping është gjithmonë i ndezur, një simbol i mikpritjes dhe dëshmisë se këtu ka jetë. Po ashtu gatuhet në çast dhe shërbimi është i shpejtë e bujar. Edhe pse kamping Mrekullia e Drinit është në hapat e parë, këto grupet e para të vizitorëve kanë nisur të vinë, edhe pse pjesa më e madhe e tyre deri tani ka qenë Kalilfi. Turistët tonë vinë, veç kalojnë, shohin, kanë interesim, u pëlqen. Dërsa sot ne do të mirëpresim një vark me vizitor izraelit.
Të zotët e kampingut kanë gjetur një mënyrë origjinale për të treguar mikpritjen, të veshur me kostumet kombëtare, dy fëmijët Luisi dhe Pamela do qerasin vizitorët të cilët e mirpresin këtë ide dhe ndalen gjatë duke komunikuar me fëmijët. What's your name? Luis. And you? Pamela. Hey, my friend. Hi, bro. You see? Very good. Next week again. Where we go? My name Yoram. Me syre ka dhe influencer që nuk e lë rastin pa shfrytzuar dhe duke realizuar një video të bukur me dy voglushët, gjë që nga ana tjetër ndihmon dhe kampingun të promovohet. What's your name? לואיס. and Pamela. תראו איזה מתוקים, הם קיבלו אותנו בתלבושת מסורתית. אנחנו הולכים לאכול כאן ארוחת דגים יוצאת דופן, עם בירות ויין ורקי וסלטים והכל. ותראו איזה יפה כאן, תראו איזה יפה כאן מסביב לגדות האגם. הולך להיות כאן כיף אדיר, פשוט כיף אדיר הולך להיות כאן. אנחנו הולכים לבלות כאן אחר צהריים נפלא, יחד עם החבר'ה האלה, יחד עם אבא שלהם, עם כל האנשים שפה מסביב. הקבוצה כאן הולכת לקבל ארוחת צהריים יוצאת דופן. Turistët e huaj nuk paraqesin kërkesa të sofistikuara. Ata menjëherë krijojnë një ide për vendin, i cili mbetet arsyeja kryesore për të cilin janë këtu, por nga ana tjetër kënaqen me atë që ofron zona, mjafton të jetë e shijshme dhe e freskët. Duke që qëndrimin në kampingun Mrekullia e Drinit, po e shijojnë tej mase. אילן באבן, שבויה שבויה בחלומה. העיר אשר בגד יושבת, ובליבה ליבה חומה. ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור. הלא לכל שירייך, אני כינור. Një vend kaq i thjeshtë dhe me kaq magji për vizitorët. Po, sa vende të tilla ka përgjatë gjithë brigjeve të liçenit të Vaudejës? Kisha bëj edhe i thirrje për pushtetarët, si kanë kaluar tash 30 sa vjet, ishte deshtë me studiu më mirë këtë zonë, me bë diçka më të bukur, me i dhënë diçka shoqënisë, me i dhënë diçka rinisë, si ti marrin malli, ta keni rrugë, si të shkojnë me atë makinë deri te shtëpia ku ka pas gjyshin a babën a ta pini ujtë ftofta i krua se kanë pitë partë e tia, të bëjnë një diçka të bukur, se jeta është e gjatë edhe inshallah gjithë që shkon marrë mirë, këtë në ure ishnet e punë të marrë në këtë vend, edhe tjerëve që mund të investojnë marësijet ku dhe tjenë në rruzën të kësorë. Ju presh në standet. Le të shërbej kjo iniciativë për ngritjen e këtij kampingu kaq të mrekullueshëm, për nxitjen e mjaft banorëve të tjerë që banojnë brigjeve të liçenit. Ti japin një jetë këtij vendi duke bërë ndërtime të tilla kaq të këndshme, funksionale dhe në harmoni me natyrën, duke i shërbyer vetes së tyre, vendit dhe vizitorëve. Tashmë destinacionet të reja na presin të gjithëve. Shqipëria, vendi ynë, nuk ndalet së surprizuari. Është koha për të njohur më mirë dhe për të kuptuar vlerat e saj. Të bekuar për të pasur një liçen të madh dhe të bukur, por pak të shfrytzuar. Prandaj,
Çdo aktivitet i realizuar në sipërfaqen e tij meriton vëmendje edhe pse hezitojnë për t'u përfshirë. Por kjo nuk ndodh me anëtarët e klubit Araboshi. Me shumë dëshirë dhe me bindjen e plotë se do të kalojnë një pasdite të magjishme, 10 ditë pasi ka nisur në përdorim biçikletat e lundrimit, aktiviteti menaxhuar nga një i ri, patjetër që ata do e provonin këtë risi. Kam fitu një skem grantit nga ana e bashkisë Shkodër. Po tani po zhvilloj aktivitetin, po pres edhe grupin Taraboshi. Sa ditë ke që ke filluar? 10 ditë. 10 ditë, Po. Tani ne jemi grupi i parë? Ju jeni grupi i parë, kështu si grup. Tani kanë kështu individuale, teke, dyshe, ka pas. A jemi në një grup simpatik me gjykimin Jemi tënd? shumë simpatik, u dallu prej larg. Entuziastë, se gjithmonë Taraboshi. Me që ju qep maleve kësaj radhe do t'i qepet ujit. Ujit edhe tamam me biçikletë. Tash për malet nuk e dija mundeni me biçikletë, po liçanit mundena. Ne dallohemi për malin, po ç'ishte kjo ide për ujin? Po me thënë drejtën me qelan Taraboshi Shkodër, pse mos ta shfrytëzojmë edhe ujin. Edhe uji mendoj është një burim shumë i fuqishëm për edhe potencial për qytetin tonë edhe për të rit, siç kena rastin e Blertit. Kështu që ta promovojmë pak edhe Blertin edhe si përmarrjen e tij të re. Dashamirësit e natyrës e sidomos të malit janë të tillë edhe në këtë aventurë të re, të jetë argëtuese. Nëse të gjithë fotografojmë perëndimin e diellit në liçen nga klubet apo restorantet bregut të tij, ata do e fotografojnë duke qenë në brendësi të liçenit të Shkodrës. Biçikletë janë të thjeshta për të përdorur nga çdo njeri? Krejt të thjeshta, qysh nga mosha 12 vjeçare deri në moshën 65 është mundeni domethënë lirisht për me e përdorur. Pra ne mund të shkojmë deri Malësit Madhe me këto, apo jo? Patjetër. Si gjithmonë, kur ndërmerret një udhtim apo aventurë, patjetër që një motiv na nxit më shumë për ta përqafuar atë. Një rast i veçantë sepse unë me thënë të vërtetën kam marrë licencën si guidë malore, pavarësisht se ka vite që unë e ushtroj si më thënë këtë si profesion mund të them, por edhe si hobi. Edhe me këtë rast ftova gjithë shokët e mi edhe familjarët e tyre që të na bashkohen. Edhe të bëjmë një xhiro, edhe të promovojmë pak, siç e thash edhe Manel, edhe të kënaqen, edhe më pas do të vazhdojmë me një darkë. Kena edhe disa foto të bukura nga jeta e egër e liçenit të Shkodrës. Kena edhe kukin që do me prov për herë të parë, ta shohim ti tregojmë edhe tjerëve që mund t'i bëjnë edhe xhiro me biçikletë në ujë e liçenit. Në nisën e bëjmë gjithmonë drejt derisa të kalojmë këtë pjesën e këtyre varkave edhe pastaj futena majtas. Ideja është edhe ka një pamje shumë të bukur edhe mbreslance, po keni edhe perëndimin, po është edhe rruga shumë e pastër. Nga që nga ana djathtë ka shumë rjeta, mund të ketë edhe shumë barishte që mund ta pengojnë atë lëvizjen e biçikletave. Në çdo biçikletë gjen një lekun e shpëtimit, por edhe kosh për të lënë disa sende personale që mund t'i kesh të domosdoshme gjatë lundrimit. Funksionimi i biçikletave është i njëjtë me ato që përdoren në rrugë, por në vend të rrotave këtu do t'u japësh pedaleve dhe lopatave një herësh. Në fillim të duket sikur do ekuilibër, por më tej mësohesh dhe është e lehtë për t'u përdorur nga çdo grup moshe. Kastrioti i kësaj radhe ka zgjedhur të marrë me vete edhe qenin e tij Kuki, i cili pëlqen shumë shëtitjet dhe entuziazmohet kur të zotët e marrin në ndonjë udhtim. Nuk ka gjë më emocionuese se të lundrosh në liçen dhe të shijosh gradualisht perëndimin e diellit. Një pamje krejtësisht e veçantë që të bën të ndihesh me thatë që po e përjeton nga ky këndvështrim. Një pjesë e antarëve të klubit Araboshi janë antarë të së njëjtës familje, duke dhënë një shembull mjaft pozitiv për shoqërinë tonë ku fëmijët argëtohen së bashku me prindrit dhe nuk vendosin bariera për brezat që përfaqësojnë. Ariane, si të duke kjo aventurë? Shumë e bukur, shumë interesante, ne kemi pa vetëm televizor. Kështu provume që ka mjaft interesante dhe që ka thjesht. Nuk rrezikon ka asnjë lagë, as në ujës. Pra ruhet shumë mirë ekuilibri, nuk është se ka këto vështirësi. Tani kemi pa dallg, ja shpjegojmë gjithë rishikuesve, po kush i për këto dallg. Ishte një skap, ë? Ka skapi që merri afër nesh, jo. Aha. Kështu e dëzhet që ka thjesht. Çdo kush mund të hyjë për të kjo.
Uj, super, uj liçenit I Shkodrës. Hajde Alkete. Pa uj! Hop. Du la me biciklet, liçenin e bukur Shkodrës. Me tarabosh I Shkodrës. Duke lundruar me bicikleta të jepet mundësia të shohësh një hapësirë të konsiderueshme të qendrës së Shirokës. Por të tjerë mund të zgjedhin edhe guida më të gjata në varësi të kohës që ka në dispozicion. Stella, si po duket? Për zonë. Kënaqësi. Një kënaqësi shumë e vogël. Edhe të mendosh ka qafër qytetit Shkodrës mu në qendër të Shirokës je, vetë se je në ujë, on top. Kozet, a ki pa në herë shkodrar me biciklet në ujë? Kja është pra, me biciklet të u la, Aha. të I ba promocion edhe liçenit bukur Shkodrës, por edhe malit të rabosi që I kena kënej, në krahun tonë të majtë, edhe të myll ditën në një mënyrë shumë pozitive, me një relaks fantastik. Pas rreth 35 minutave lundrim, rikthehemi në breg, aty ku dhe u nisëm. Kënaqur? Shumë bukur, një eksperiencë bukur. Që ja vlen, domethënë. Po tjetër. Kush vide ta provoj apo jo? Po tjetër, s'ka diskutim. Ishte shumë bukur, edhe po mjë përnimi të në elemente, domethënë ishin shumë bukur që nuk ka si shef shpesi me makinë si me kështu, po ishte shumë e lutshme, thjesht nepja komve të ankon ishte plotë. Po ti mësu me malin, ku pyeti për lodhje? Po se di ishte thjesht i kishte duhet millon komve shpejt ose të mershin do të rrymë, faktor të ndryshëm që të boshin më lodhë. Mendoj që është pak evolume, me gjithë dhe është e mirë pritur. Një shërbim krejt I ri, krejt fantastik, që I synon pikërisht zgjerimit të llojeve të aktiviteteve që të afron liçeni. Me thonë drejtën e kam pas shumë me dëshirë që ta realizoj edhe vetë, por kur e shoh për më tepër të realizuar nga një djalë I ri, Blerdi, më vjen shumë mirë dhe I uroj shumë sukses Blerdit, sepse me thonë drejtën pikërisht na duhet të nisesim iniciativa të tilla të ri që të rrinë edhe të shikojnë edhe të përdorin këto potencialet të cilat t'i afron liçeni I Shkodrës. Rruta ishte super korrekt, pavarësisht se leju me pak I 5 minutë më shumë, por domethënë cilërat për Kastriutin. Tani gjithë po pyesin, po pse sa është ditja njërë, na thuj edhe çikosën. Një gjysmë ore kushton tek 5.000 lekësh ose një orë tek 10.000 lekësh. Ka njerëz që preferojnë për shembull guida që mundën na me çu deri tek Zambak ose deri tek Pra ka guida, pra nuk është se vetëm qëndrojnë aty në shesh, ka zona, më thuaj emërtimet e zonave, cilat zona janë? Kena pjesën e Zamakëve që e bëjmë që ofrojmë si tip guidet. Të shkohet andej Matan, si janë gjithë teleshikuesit do të shkohet në këtë drejtimi këtej. Aty do gjejnë Zambak të verdh, nuk kam qenë, po kam qenë me një kanoe. Dhe ka munden me bicikletë? Po. Edhe tek pjesa e Zogajve është e distancë gjatë, por me kalimin domethënë ofrojmë pushim me tip snacksash ose me tip me ujë ose me gjithçka. Domethënë ecim, pushojmë. Tani sa dolëm ne filluan këto, bretkocat. Kocat po, e kanë në orën 5 drejt. Mirë, një që do të lundroj me bicikleta, në çfarë ore, ora e parë që mund të vi këtu cila është? Ne ndajmë kështu në grupe, si më thonë, sepse kena klientët e parë na vinë që nga ora 9 saati, ku na thonë shpesh që përdorim si tip
stërvitja e nadës, që e bajnë to, domethënë 1 gjysmë orë deri në 45 minuta. Pastaj kena këto poshusit që vinë për mola, që vinë nga ora 12:01. Jam kureshtare, Shiroka ka hoteli këtu apo nuk ke informacion? Shiroka ka hotele, po më shumë ka shtëpia për si tipi Airbnb-s. Se kam përshtypjen që tani që kemi dhe hotele në Shiroka apo shtëpia të përshtatura si hostel etj. Mund të kombinohet edhe me këtë, apo jo? Është një ndër alternativat që kena menduar që para që jena të bë tani që flasim, por më shumë jena fokusuar tek pjesa e Shkodrës, të qytetit, si më thonë, ku jena lidhur me këto hostelat dhe me këto shtëpiat për turista, si Airbnb. Dhe aventura jon nuk përfundon vetëm me lundrimin e liqen. I drejtohemi rrugës që të çon tek ferma ekosociale në njësinë administrative Ana e Malit. Kanë qenë të shpeshtë ardhet këtu dhe klubi Taraboshi pikërisht në këtë vend u krijua. Prandaj shihet edhe si një shtëpi e tyre. Por nëse gjithmonë kanë gatuar anëtarët e klubit, kësaj radhe janë disa të rinj që kanë zgjedhur të qëndrojnë pak ditë te kjo fermë dhe që kanë marrë përsipër të realizojnë vullnetarisht gatimin për të gjithë grupin sonte. Hello, my name is Paco. I come from New Caledonia. Përshëndetje. Emri im është Paco nga New Caledonia. Unë dhe gruaja kemi bërë një udhëtim nga Portogalia në jugën e New Caledonias, i cili është një ishull në territor francez mes Australisë dhe Zelandës së Re. During like 1 year and a half, maybe 2 years. Është një udhëtim i gjatë me biçikletë i cili na ka zgjatur rreth 2 vite. Sot do të gatuajmë. Kjo është një palja që po e gatuaj me miqtë e mi kanades dhe belg, gatim që po e bëj me shumë dashuri. Kam gatuar kur isha 5 ditë në Bruxelles. Është një hobi i mirë për të gatuar për familjen dhe shoqërinë, edhe për gruan, asaj pëlqen kjo gjë. It's to my hobby, for my family, my friend, I really like that. With my wife too, she really like that. Me se mund ta shoqërojmë këtë që ka gatuar, pra kjo shoqërohet me çfarë pije zakonisht? Red wine, blue, white wine, maybe white wine, yeah. Vera bardh, jo vera blu, vera bardh. White wine, not blue wine, please. Në çfarë ore hani darkën në Portugal? In Portugal, like 10 o'clock, no? Huh? 8? 8, 9, 10, eksaktësisht si në Shqipëri. Në Albania, yeah. Është këndshëm kur të gjithë në mënyrën e tyre japin kontribut jo vetëm në gatim, por dhe në shtrimin e tavolinës. Merren shumë mirë vesh me njëri tjetrin dhe kombinimi i punëve është perfekt. Në një tavolinë të përbashkët në sfondin e mrekullueshëm të fermës, aty ku detajet i japin veçantinë asaj, si një shtëpizë e shkëputur nga bota, do të ulen rreth rrotull si një familje e madhe antar nga shtete të ndryshme të botës. Mirëmbrëma gjithëve, është kënaqësi që kena miq nga Belgjika, nga Portogalia, nga Argentina, edhe nga Shkodra jone e bukur. Vim mas një xhiro që bëmë me biçikletën në liçenin e Shkodrës. Ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme. Ju falenderoj që jeni sot. Një falenderim të veçantë kam qejf ta drejtoj për Pakon, që është edhe shefi, master shefi, por edhe për master shefin tonë Kujdimit. Zuar. You both here. Enjoy every moment. Dhe pasi shijuam një darkë vërtet mirë, e me biseda ku notat e humorit ishin vazhdimisht të pranishme, para të gjithëve, naturalisti dhe fotografi i shpendë Ridvan Sokoli prezantoi fotot më të bukura të realizuara prej tij në harkun kohor të 10 viteve. Çafka vogël i bardh. Është shumë e zakonshme. This is very ordinary bird. Ka qenë tetor, në datën 20 tetor 2024. Foto të magjishme që ngjallën një kurreshtje të jashtëzakonshme, shoqëruar edhe me shpjegime interesante,
se si vepron një njeri apasionuar si Ridvani në gjetjen e çastit të duhur, por dhe vendit për të shkrepur një foto e cila flet sa 1000 fjalë. E ndërsa jemi duke e përmbyllur me një kënaqësi të jashtëzakonshme gjitha aktivitetet që përjetuam sot, mendojmë se shoqëria jon duhet të gjejë forma të tilla argëtimi, që përcjellin emocione pozitive, solidaritet, edukime të tjerë. Dhe Shkodra është pikërisht vendi që t'i ofron këto. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen që tregoni në transmetimet tona. Ne kemi planifikuar ca udhëtime të reja tani në pranverë dhe dëshirojmë t'i realizojmë e t'i sjellim pa humbur kohë në transmetimet e emisionit Pusha Shqiptarçe. Faleminderit për vëmendjen. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30. Dhe deri atëherë ne do të vazhdojmë udhëtimet tona për t'i lidhur bukur ato në reportazhe të këndshme për kurshimin e të gjithë teleshikuesve të emisionit Pusha Shqiptarçe. Natën e mirë.